Po suksesi më i madh këtyre 4 vjetëve është ndërtimi i sheshit prej Hotel Kozhës deri te ura e Zallit. Janë 2 urat që i kemi ndërtu, domethënë për automobile, janë diku një 6-7 urat komsorve, është rruga që po ndërtohet në zonën industriale për me shërby bizneseve që janë të ndërtu në atë zonë. Është 70 km larg përqus në bjesht e rrugoves. Janë projektet ose shëtitoria Buz-Lumbardhit veç është të marrë formën e saj përfundimtare. Rruga rrethi Vitomericë Maja e Zez Peklen Vari i Sykut Bellopaq. Rruga tjetër Shtupeq i Madh Podi Jakupit Shtedim Novosel. Qendrat rinore që janë ndërtu në Dardanellën Vitomericë, edhe trupat ndriçues që kanë vazhdu me u vendosë edhe qyteti 5 është një prej qyteteve më të ndriçuara në Republikën e Kosovës, deri tash kemi rritur diku 25.000 trupa ndriçues me i vendosë. Që përfshin në Pej, po. Janë vendosë edhe 89 kilometra kanalizime, kështu. Janë ndërtu 7 penda, 8.000 e diçka metra kanale të ujitjes kështu. Okej. Zonën në Albani, ju pra që zhvillosoni 4 vjeçarin e fundit, ju keni bashkëqeverisur, pra PDK-ja dhe LDK-ja kanë bashkëqeverisur në Pej. Po, ndoshta kishte qenë më shumë e udhës me folë edhe na për vizionin tonë për Pejën. Patjetër, do dalim me një posa ta kemi një... Po, si që thatë edhe jo, unë vi prej drejtorisë për urbanizëm, ku aktualisht bëj pozicionin si drejtoresh në drejtoratin për urbanizëm dhe mbrojtjet e mjedisit, një drejtori që mbart në vete përgjegjësitë të dha, por edhe punë të dukshme për qytetarin sa i përket planifikimit urban të qëndrueshëm edhe mbrojtjes e mjedisit. Gjatë 4 viteve mandat kam bo punë të cilat me janë caktu në aktemrimin tim edhe punë të cilat me janë caktu sa i përket kornizave ligjore dhe planeve rregulluese urbane. Jo mundu me punu me transparencë të plot ndaj qytetarëve, jo mundu me punu konform kornizave dhe planeve rregulluese urbane. E tash duke i kaluar gjitha ato përgjegjësi të mëdha dhe duke u përballur ndoshta edhe me sfidat kryesore të qytetarëve gjatë 4 viteve, po të njëherë duke po edhe potencialin e madh që ka komuna e Pejës e ndonjëherë edhe jo të shfrytzuar ndoshta sa duhet, kam vendosur me i hy garës për qenë para e komunës së Pejës edhe bashkarisht bashkë me qytetarin ashtu siç e kemi kaluar atë mandat me vazhdu vizionin në mandatin e ardhshëm apo 4 vjeçarin e ardhshëm. Ju falenderoj. Zoti Kelmendi? Varfëria e madhe. Pas 12 vjetëve, po vjen kryetari edhe po na krenohet me projektin e vetë me cilën e ka fillu fushatën edhe po do me përfundu fushatën shëtitorin e Pejës. Thuti si shëtitori edhe me shëtit qytetarët e Pejës është problemi më i rëndësishëm i 25 vjetëve. Nikosisht ka probleme me ujë, me qenë ndacak, se cila lagje është kaotike, se cila lagje ka në bindërtime. Për këto 12 vjetë, ky ka qeveris në kaos. Edhe krejt fushatën aktuale e ka fushat të operacionit të kërkim shpëtimit. Po shkon në për lagje, në për fshatra, po thotë ju kom bet borxh aty, ju kom bet borxh këtu, nuk kam ujtë me bo këto, po çdo pamje ka, çdo vit që çfarë shërtitore qyteti, shumë mirë që ka bo, edhe po dalin ata 80 vjeçart aty, kish bën një spot me 80 vjeçart, me 70 vjeçart, thonë sa mirë është me jetu në Pej, po problemi është që mungesë e perspektivës për 3, secili i ri e ka ëndër me lëshu Pejën, me shku në Prishtinë, me shku jashtë vendit, edhe kjo qeverisje asfaltit e betonit, e nuk është qeverisje e mirëqenies qytetare. E tash është varfëri e madhe kur pas 12 vjetëve 3 herë përmende shëtitor në 3 projekte, kjo është kaotike dhe po e përgëzoj që ka pas guxim me dalë këtu, se në pas debatin Jeta Kosovë tha nuk dalë mund debate televizive, po me gjasi ka pa dhe rezultatit dhe ka pa disponimin ku të që përshkon në secilin lagje që përshkon, po ja kthejnë atje qysh duhet, edhe qysh vendosin qytetar me 12 tetor. Okej. Zoti Berisha? Po, pastaj do ta keni replikën. Leo beso, qyteti Pejës dhe qytetarët e Pejës gjithmonë janë krenu me qytetin e tyre, me zhvillimin e qytetit tyre me shumë aspekte kulturore, sportive, dhe 12 vitet e fundit janë një humbje për qytetin e Pejës. Qyteti i Pejës nuk ka zhvillohet, qyteti i Pejës ka stagnu në gjitha aspektet e zhvillimit të tij, do të thotë nuk ka vizion për projekte zhvillimore të atij qytetit. Gjithmonë që
12 vjet është, do të thotë një projekt ka fillu që 14 vjet projekti i shëtitores në Lumardh dhe ende hala pa përfundu. Mos vetë për projekte tjera, asnjë projekt zhvillimor. Qytetin e ki në kaos. Në qytet nuk qarkullohet ashtu që duhet. Shumë lagje të qytetit PS janë të pakalueshme. Ti shiqojmë vetëm disa lagje që janë në qytet. Është një lagje dy korriku. Me shku sot me pa aty, thu ku jem ka jetojmë. Ku jem. Me pa situatën me arsim. Është një situatë jo e favorshme. Me pa situatën shëndetësi. Gjithashtu, në shumë aspekte tjetës, qyteti i PS ka stagnu. Gjithashtu, në shumë aspekte zhvillimore, zonat e tëra janë betë, vetëm ta shikosh Dushkajën, një lokacion është i pa qarkullueshëm. Në shumë aspekte tjera, PEA ka stagnu totalisht po thjesht. Replikë. Pas 12 vjetëve në opozit, hala s'kanë me kuptu pse i kanë hub zgjedhjet dhe që në gjendje hala me kuptu, dhe më thonë gjendjet që i ka pru qytetari. Qytetarët e PS më kanë votu se cilin herë ma shumë e mba shumë, falë punëve që i kom bo dhe pëlqimit për punët që i kom kryone. Shëtitoria Bëz Lumbardit është shëtitoria me mirë në Republikën e Kosovës, është gati 4 kilometra shëtitore që u kryu sot. Shumë mirë shëtit, jo, nuk është se e dole, ta shmune kom me full të rafolti. Po dhe po, Vjen ty me shëtit përshosh në bas dëve pizgjumit edhe del me shëtit. Aty kur je i shpit, se kur je i pit nuk mundesh me dal me shëtit, po njësa ndërësër. Shumë e rëndësishme kjo. Jeti 12 vjet në opozit. Ti nuk je djali rinë në që 15 vjet jenë politikë. Edhe punë bashkë me ta 3 vjetë në politikë. Jo dytë jeni konë bashkë në qeverisje. Edhe kesh mos me mujtë me kuptu që 12 vjetë qytetarët ju kanë denu që s'keni mujtë me kuptu shvaj keni bot i qyteti. Jeri të plak i rritet maturia. Qashia gjatë në kohën e ti ka qenë beta, se s'ka do kur gjuhë. Shkollat kanë qenë pa WC. Le ta përfundon fjallën e ti një minutën që ja morë, pastaj e keni minutën. Gjatë këti mandati, ose gjatë 12 viteve, unë e kom ndërtu 11 shkolla. Jo ndërtu 11 qerdhe, 11 salat edukatës fizike, edhe jo ndërtu 5 qerdhe. Dhe më thonë, 9 ambulanta jo në bo 3-ja, edhe kret ambulanta tjera jo në renovu. Kretë shkollat kanë zemje qëndrore, të kysë kanë pas as WC 6 vjetë të konkretar komune. Për 6 vjetë i ka bo 107 km asfalt, unë e kom bo 1130. Derin vjenë 1.000 kilometra, derin vjenë. Një vjetë sa ka bo kërë, 6 vjetë. Jo, shumë rëndësishme. Taulandi pastaj. Po, është rëndësishme kjo në sulmin kryesor që e ka zvetë ndoj meje, si zëvendës minister, fillimisht unë kom punu për 2 vite në arsim, në arsimin parauniversitar, për 2 vite tjera në arsimin e lartë, si ligjerus, për 3 vite në Agjencinë e Shërbimit Navigimit Ajror, për 3 vite e gjysë si zëvendës ministri i arsimit, edhe kjo thot quhet në 2, quhet 3, dhe çfarë akuza absurde, absurde. Respektoj disnivelin në raport me mua. Kemi kodës mjaftueshme. Veç është rëndësishme edhe këto se i përmendi edhe urat. E përmendi urat. Po, dhe 2 matë mirat që i ka pas në RP-ja. Okej, shumë mirë. E ka një lidhin cilat prona i lidhin urat? E lidhin pronën tonë, edhe pronën e shoferit tënd, edhe pronën e drejtoreshës tonë, edhe pronën se krejt një qytetarë. Kjo e shkarkon qytetin, është 1200 metra rrugë. A ka mundësi me pa ditë se për unë me ty as me këta. Për urën që e përmendi, zotëriat, i lidh 2 pronat, pardje e ka promovu, i lidh 2 pronat e drejtoreshës edhe e shoferit vetë. Okej. Qka jo? Cëdit shofer. Tu je me abën, ti mba që bodon me thonë, cëdit shofer i lidh pronat. Na im brada. Na im brada, aty as ka prona s'kur gjo, dhe së shofer jemi në brada. Nuk ka shofer jemi, edhe nuk ka Gjenetë ka drejtoresh, për so po prona ti krejt investimet i ke qute pronat tua, mërë përse e të full. O, jo, mërë djallë. Qështë jo, mërë për njerë ke bje pronat të nërë, për njerë mos fol dopra. E me sendet kota. Ajo zonë është i zonë industriale, edhe ajo pjesë ka me shkarku krejt qytetit. Aty e keni pas kandidatin e jujt vetë vendoses, prona opoziti, deri vjetë. Fillimisht u përmend përgëzimi për ardhjen në debat, unë e përdu pa kalu prej temave në temë i përgëzu kundër kandidatet e mirë. Unë kam qenë e pranishme në çdo debat, edhe prej debatit parë kam qenë me plan program
që është themelu prej ekipit edhe prej meje për qytetarët, edhe pjesa tjetër as une e as doktor Ali Berisha nuk kemi arë me dëgju as Taulant Kelmendin, as kryetarin aktual, tu folë, tu ofendu për njëni tjetrin, kemi arë me bashkëbisedu edhe me të regu plan programin edhe vizionin ton për pejen, shtë që ju kisha lut, nëse ju nuk keni respekt për kundër kandidatet e tjerë, me pas respekt për qytetarit që janë të na dëgju, edhe me pas kohën edhe repliken e njëjtë si kur krejt e tjere. E shkumja është arrogant, doktor. Është jashtëzakonisht e turpshme që bijet në nivel tillë personal, më njëherë, në fillim të debatit, gjithmonë është rëndësishme kur tregohet një vërtet. A një vërtet e madhe është për qytetin e Pejës, se qyteti i Pejës nuk ka zhvillohet. Qyteti i Pejës ka degradon. Njerëz prej Pejë janë ka ikin bizneset, janë ka ikin trit, janë ka ikin profesionistët, janë ka ikin sportistët. Gjithë po ikin për aty qyteti, pse po menaxhohet mirë. Nuk ka menaxhohet kërka qyteti i Pejës. Po, është normalisht që edhe Gazmend Muhaxheri ka qenë pjesë e ekipit tim. Ka qenë 6 vjetë, ka qenë edhe nënkryetar, edhe drejtori i urbanizmit. Më dashtë të shkarku me kohë. Dhe Gazmend Muhaxheri e din çu punon atë kohë. Dhe shumë të qartë ka çu ka punuar sot. Sot e ka kriju një klient tjetër rreth veti dhe punohet gjithmonë veç për çeta. Nuk punohet kur gjë për qytetar. Është normal që po i ka fitu zgjedhjet, tu e mashtru gjithmonë qytetarin, tu e mashtru me projekte të mëdha pa realizueshme, që se realizu kur, e sot prap del edhe thot para qytetarëve keni hu. S'kam konkuru që 12 vjet, kem konkuru tash, po qyrim që shvinë rezultat. Po besoj shumë që njerëzit e qytetit 5 kanë me vlerësu realitetin. O doktor, ti u dash me 12 vjet ki hub si parti edhe më ul mi ndëgju njerëzit çka thonë. Njerëzit e partisë tonde, Vilim Ninjeri Kryshecit e ka bo analizën më të mirë qeverisjes tam edhe tondën. O shmirë vesh me shku me vetë me ndëgju e ki pas aktivist malë partisë, e të kalzon e i pse ki hu. Shumë njerë që analizujnë sot, apo në shumë për histori që do qeverisë me për me vondive të qytetarve në 2017 edhe kanë me të rëmu dhe këto rezultate. E ka një libër të shkruar 1270 faqe, ku fol çush ka qeverisë ky, çush ka qeverisë ky, na jemi me fol për të ardhmen. E ardhmja nuk është as te ky, as te ky, as te asnjëri, po është programi joni qeverisës. Ka me vendosur qytetari me 12, nëse do të ketë për mbyllje ta ditë ose pastaj kur do të caktohet raundi i dytë i zgjedhjeve. Kisha më dash te pjesa e dytë me prezantu programin e juaj. Pra, nëse qytetarët e Komunës së Pejës ju votojnë me 12 tetor. Po fillojmë me juve. Po, edhe shumë mirë që dolem të programi, se realisht veç filloj me